Ju përshëndes nga studio e lajmeve këtu në Euronews Albania. Do të jemi së bashku gjatë 2 orëve informative në vazhdim, natyrisht me fokus dhe vëmendje në Kosovë, ku sot mbi 2 milion qytetarë me të drejtë të vote janë ftuar dhe po vazhdojnë të votojnë për herë të katërt brenda këtij viti. Viti 2025 ka nisur me votimet e datës 9 shkurt për kuvendin e Kosovës, ka ecur mëtej në vjesht me votimin për zgjedhjet lokale të 12 dhjetorit dhe 9 nëntorit, do të mbyllet me votimet e ditës së sotme të 28 dhjetorit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpërndar ditën e djeshme materialin zgjedhor përfshirë këtu flet votimet për në të 38 komunat e Republikës së Kosovës. 24 subjekte politike me 1180 kandidat janë në garën për ulset në legislaturën e 9 të Kuvendit Kosovës, prej të cilave 8 janë subjekte shqiptare me 624 kandidat, ndërkaq pjesa tjetër janë subjekte nga radhët e komuniteteve pakic, që garojnë për 20 vënde të garantuara. Zëdhënësi i këtij institucioni, Valmir Elesi, ka treguar për hapat e fundit që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ishte duke ndërmarrë përpara fillimit të votimit, ndërkohë që na bashkohet në këto momente Ardit Hoxha, është gazetari ynë, i cili po ndjek nga afër zhvillimin e zgjedhjeve në Kosovë gjatë gjithë ditës së sotme. Ardit, përshëndes. Përshëndetje Mirela. Atëre, si po ecën, si është procesi votimit, duke pasur parasysh që është 3 ditët e fundit të vitit, duke pasur parasysh që ka një fluks të emigrantëve që kanë ardhur atje, dhe natyrisht që ka dhe disa dinamika. Si po ecën procesi sotëm? Po, në fakt me përjashtim të disa problematika dhe vogla të raportuara në disa fshatra dhe zonat thella ku her pas here ka pasur raportime për ndërprerjet e energjisë elektrike apo të tjerë problematika minore, deri në këto momente gjithë procesi në tërësi ka vjuar në normalitet dhe me po themi një ritëm të kënaqshëm edhe sa i takon pjesëmarrjes e cila në përditësimin e fundit që është bërë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve deri në orën 15:00 ka shkuar në shifrën e 28.8% të pjesëmarrjes, shka nëse do të ndalemi për ta krahasuar me pjesëmarrjen në të njëjtën orë të zgjedhjeve të nëntorit, që ishin zgjedhjet lokale për komunat këtu në Kosovë, është disi më e lartë, ndërkohë që në raport me zgjedhjet të parlamentare të shkurtit është më e ulët, sigurisht e ndikuar edhe nga kushtet atmosferike as pak të favorshme për së vërtetës Mirela, të cilat në këtë moment që flasim janë disa gradë nën zero dhe tillë kanë qenë në fakt në pothuaj gjithë territorin e Kosovës, sidomos në zonat thella. Temperaturat kanë qenë akoma dhe më të ulta, ku ka pasur në disa zona edhe rreshje, çka ka pamundsuar ose ka vështirësuar daljen